Qytetari në qendër të vëmendjes është në disa forma. E para është paga minimale. Neve në këtë vit në rrisim pagën minimale në 500.000 lekë të vjetra, 50.000 lekë të reja, 500 euro që e keni dëgjuar vazhdimisht që thuhet, sepse është një angazhim i marrë edhe në programin qeverisës politik, domethënë kur u bë fushata politike, dhe një angazhim që u vendos në programin udhëheqës Partisë Socialiste qeverisës. Dhe me angazhimin e fortë që paga në fund të mandatit të shkojë 700.000 lekë, 70.000 lekë të reja. Që kështu, kjo gjë, angazhimi i parë u mor përsipër. Angazhimi i dytë është rritja e pagave. Rritja e pagave ku për gjithë punonjësit e administratës publike do ketë një rritje pagash sipas indeksimit, sipas inflacionit, dhe do bëhet çdo 2 vjet. Gjë që s'ka ndodhur më parë, s'ka qenë asnjëherë. Pagat e administratës publike nuk indeksoheshin, kishin vetëm një vit eksperiencë, rritej vështirësia në punë, eksperjenca në punë, por jo inflacioni. Edhe ky është një angazhim tjetër. Rritjen pagat atyre që janë punonjës mbështetës në administratën publike dhe përfitojnë plot 144.000 persona. Ndërkohë në mjekësi njihet për herë të parë eksperjenca në punë. Mjekët nuk janë paguar për eksperiencën në punë. Njihet eksperjenca në punë. Edhe për forcat e armatosura, edhe për të tjerë struktura vinë lehtësime në pagë që e bëjnë pagën e tyre më të lartë.